E keni ditë se në kerret elektrike nuk përdoren frenat. Edhe gjatë ndalimit të kerrit mbushet bateria. Nëse pyetni qysh, është thjesht fizik. Që do me thonë, kur e hjek kamën pi gasit pedalës, kerri fillon mu nal, pa frenu hiq. Do me thonë, këtë moment, elektromotori shndrohet në generator. Edhe prodhohet fuqi kinetike, që do me thonë fuqi e lëvizjes, edhe në këtë mënyrë mbushet ose karikohet bateria e kerrit. Jo shumë, po sa do kudo mbushet ka pak. Do me thonë, jo që nuk i përdorni frenat, nuk hargjohen ato gurtnet ose disqet, po edhe fitoni energji prej asaj. E mira e kësaj se nuk i hargjoni frenat, gurtnet, disqet, nuk ju prishin kur. Bile, për mos mi ju prish, duhet ndonjëherë edhe mi përdor se i kap ndryshki ose korozioni. Tjetra, kur të vozitni të nalt, ndonjë kodër ose mal, hargjon pak ma shumë energji, sikur edhe benzini edhe dizeli. Po të shdryp të poshtë, ju nuk frenoni, vetëm e hekni kamën pi gasit, edhe mushet bateria. Kështu që qato përqend që i hupni të hyp të nalt, i fitoni të shdryp të poshtë. Që të benzini dhe dizeli nuk mundet. Muni me thonë se po nuk hargjon benzin ose dizel se e qetë në lerë ose kujdi june, mira ma i këput frenat. E nëse pyetni pse ka frena, masi po frenoj ka vet, i ka për shpejtësit e mdhaja. Aty duhet freni, se s'nalet bashkë me elektromotorin. Mira ma, edhe këto mujna me e regullu. Une e kam momentalisht në stop modusin, do me thonë kjo, që është për rëkopërim, i thojnë, është e hajtën, që do me thonë munal. Mujna me bo rolën, atëherë janë rota të lira, do me thonë silën, nuk mbushet bateria ka shumë, funksionon sikur të kerret normale. Edhe krih modus, kjo i vjen, do me thonë unë muj me ndru, këtu i vjen sikur të automatiku. Të kerret automatik, që do me thonë kër e jek kamën pi gasit, niset pak kerri hec vet, kështu që i kena 3 llojet e moduseve këtu. Si kerr elektrik, si kerr normal, edhe si kerr automatik. Po unë e preferoj këto, se mushet kerri kur edhe s'ka nevoj me frenu.